Përshëndetje goca dhe mirë se erdhët në një video tjetër në kanalin tim. Për personat që ndoshta janë të rinj dhe që po e shikojnë këtë video për herë të parë, unë quhem Suareza dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të jetë një temë e veçantë, do të jetë një temë që shumë goca më kanë pyetur në Instagram, për sa i përket shkollës time këtu në Gjermani. Marr shumë pyetje të ndryshme për sa i përket shkollës që unë po vazhdoj këtu në Gjermani. Dhe pyetjet kanë qenë nga më të ndryshmet, si e njohë shkollën këtu në Gjermani, çfarë të deshi të vazhdoje, çfarë niveli gjuhe, dhe dokumentat që mora nga Shqipëria dhe shumë pyetje të tilla, dhe prandaj kam vendosur që të bëj një video sot për. Unë kam ardhur nga Shqipëria në vitin 2022 dhe atëherë kisha mbaruar vetëm gjimnazin. Dokumentat për të vazhduar një shkollë këtu në Gjermani tani varet se çfarë shkolle ju doni të vazhdoni. Unë po flas për eksperiencën time. Unë jam në infermieri, po bëj një Ausbildung dhe si vjet jam viti i fundit dhe mbaroj. Nuk është si në Shqipëri, këtu është më ndryshe, ka më shumë praktik dhe për sa i përket Ausbildung, ndërsa në Shqipëri është që bën shkollën e lartë, studion domethënë për infermieri, ndërsa këtu quhet si shkollë praktike. Mbasi kam mbaruar gjimnazin, kam marrë planin e shkollës që e merr tek Ministria e Arsimit në Tiranë. Pa atë planin e shkollës nuk keni ku shkoni, sepse ajo është e gjithë dokumenti i rëndësishëm që ju duhet, sepse atje janë 3 vitet e shkollës e gjimnazit, çfarë ju keni bërë në këto 3 vite. Që këta ta dinë dhe ta shikojnë, domethënë, a përputhet me programin që japin këta në gjimnaz me programin që kemi ne në Shqipëri. Unë shkollën e kam bërë tek Alidemi në Vlorë, tani varet nga shkolla, sepse jo të gjitha shkollat njihen, me sa kam dëgjuar, nuk ju siguroj për këtë gjë. Mora planin siç e thash, planin e shkollës në Tiranë të 3 viteve të gjimnazit. Dhe atë planin që mora ishte diku te 400-500 faqe, mos gaboj, sepse është me detaje çdo orë mësimi, çdo temë mësimore që për sa i përket gjimnazit çfarë ne kemi bërë. Përveç kësaj, të gjitha diplomat, dëftesat e notave, unë i kisha ruajtur normalisht dhe të 9 vjeçares, por më duheshin vetëm të gjimnazit. Nëse i keni dhe të 9 vjeçares, i mbani, sepse gjithmonë është në plus ajo, nuk është se ju bëjnë dëm apo ju prishin punë. Dhe të gjitha këto duhet që t'i përktheje, t'i notarizoje, t'i dërgoje për vul apostile, mos harroj diçka tjetër, këto 3 janë të rëndësishme, po përkthimi njëherë duhet ta bëni në Shqipëri dhe notarizimin dhe vulën apostile që të njihen këtu në Gjermani. Dhe në momentin që i bëni këto të gjitha, i keni gati dokumentat, i sillni këtu në Gjermani. Dhe kur vini këtu varet nga në cilin qytet ju jetoni. Unë jetoj në Wiesbaden, është afër Frankfurtit, dhe mua më duhej që t'i dërgoja në Darmstadt, sepse aty është zyra arsimore, mund ta themi, zyra që njihen këto shkollat që vijnë nga vendet e huaja, është dhe në Bonn, mos gaboj, por mua më thanë që duhet t'i dërgoja këtu në Darmstadt. E kemi diku tek 40 minuta larg. Ato tregojnë me postë, por po flas nga vendi dhe zona që ju ndodheni. Ndoshta mund të ketë vende të tjera që mund të t'i dërgoni këto dokumentat. Kur erdha këtu, mos gaboj, sepse ka kaluar kohë, tani jemi në 2026, ka kaluar rreth 4 vite. Duhet të shkosh dhe te komuna që keni në qytetin tuaj me të gjitha këto dokumenta dhe aty të japin ata një vulë. Përveç vulës apostile, përkthimit dhe notarizimit që i keni bërë nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane, ju duhet dhe një vulë nga komuna këtu. Thjesht shkoni atje, i tregoni dokumentat, lini një takim, mos gaboj, ose dhe pa takim, thjesht i thoni që më duhet të dërgoj dokumentat, ku duhet i dërgoj, pyesni tek komuna e qytetit tuaj, dhe ata t'i japin një vulë, paguan shumë pak, nuk e mbaj mend shumë, nuk dua t'ju gënjej, por paguan shumë pak, se në krahasim me përkthimin dhe notarizimin dhe vulën apostile që do bëni në Shqipëri, ato kushtojnë shumë, sepse siç e thash, 400 faqe, 500 është vetëm plani i shkollës dhe shkojnë diku, mua më kanë shkuar diku tek 1000 euro, mos gaboj, sepse përkthimi kushton për një faqe është diku tek 1000 lekë, mos gaboj, apo më shumë, varet nga përkthyesi apo ku i bëni dokumentat.
Dhe mbasi mbaron punë me këto të gjitha, i merr dokumentat dhe i dërgon në Darmstadt ose në qytetin tuaj. Unë i dërgova në Darmstadt. Dhe në momentin që ti i dërgon, mua më zjatën 3 muaj. Mbas 3 muajsh ata i përpunojnë, shikojnë nëse çdo gjë është në rregull, nëse mungon diçka. Pastaj ata të dërgojnë një si certifikat dhe kjo certifikata lexon është emri juaj, notat tuaja përmbledhëse të 3 viteve dhe thotë që shkolla, plani mësimor apo plani shkollor që unë kam nga Shqipëria përputhet për shembull 98% me planin e mësimit këtu në Gjermani. Kështu që më njojt më ka ardhur dhe certifikata. Certifikatën e kam në duar, duket kështu. Tregon dhe këtë shenjën në Hessen që unë ndodhem këtu, sepse po mbuloj të dhënat. Dhe këtu është emri im normale të dhënat e mia dhe thotë që edhe ID-ja e maturës në Vlorë, Alidemi, domethënë janë të gjitha informacionet dhe thotë që Allgemeinen Hochschulreife që këtu në Gjermani quhet Hochschule, gjimnazi që ne bëjmë dhe kështu njihet këtu në Gjermani. Dhe diçka e tillë do t'ju vi dhe me këtë. Pastaj mund të shkoni në momentin që doni të bëni një Ausbildung, merrni këtë, normalisht dhe të gjitha dokumentat. Unë i mora të gjitha, por nuk është se për siguri, sepse nuk doja që të më mungonte gjë. Dosjet me dokumentat siç e thash nga Shqipëria, që i kemi të gjitha të përfyera, dhe ja tregova tek ku aplikova për Ausbildung, sepse kam aplikuar në shumë Ausbildung të ndryshëm derisa mora një takim tek një vend që më pranuan. Ata si fillim më thanë që do e diskutojmë në tim, domethënë do diskutojmë me kolegët e tjerë normalisht sepse s'mund të jap një përgjigje direkt po apo jo. Dhe mbas një jave mos gaboj, sepse ka qenë periudha e fund korrikut, fillim gushtit që un kam aplikuar. Dhe Ausbildung shkolla fillonte në 1 tetor dhe isha pak më vonë, sepse normalisht këto bëhet një vit më përpara apo 6-7 muaj. Por gjithsesi më pranuan dhe kriteri i tyre ishte vetëm që të kisha B2-shin, por unë kisha vetëm B1-shin si nivel gjuhë. Dhe gjithsesi ju thash që unë jam në kurs, isha regjistruar me thënë të drejtën në kurs për B2-shin, sepse kisha vetëm certifikatën e B1-shit. Edhe kështu që nga që panë që isha regjistruar, i thash që do mësoj shumë, sepse kjo është një ëndër e imja dhe kështu me radhë, u mbusha pak mendjen dhe më pranuan që atëherë vazhdoj shkollën për infermiere, siç e thash nga viti i tretë, dhe nuk është aq e vështirë me thënë të drejtën për pjesën e dokumentave, mjafton të keni ato që unë sapo përmenda më parë dhe mund të filloni direkt pas një pengesë, një Ausbildung tur në Gjermani. Për sa i përket studimeve, kjo është tjetër gjë, sepse në momentin që ju doni të studioni, ju duhet si fillim niveli i gjuhës C1. C1 është shumë i vështirë, e them, unë nuk e kam bërë, deri tek B2 kam bërë, sepse nuk më duhet dhe nuk do e marr iniciativën që ta bëj, sepse tani kur e flas gjuhën kuptohem, nuk është se më duhet tani të vë dhe një herë veten në stres, të filloj nga e para të mësoj, dhe kështu që nuk më duhet e kam lënë. Po për juve ju duhet C1-shi, pa C1-shin nuk futeni në asnjë universitet. Dhe këtu universitetet kushtojnë shumë, varet çfarë degë ju doni të zgjidhni, por kanë kosto shumë të larta. Dhe prandaj shumica vinë bëjnë një Ausbildung. Dhe kjo shkollë është normalisht vetëm që zgjat 3 vite, si infermieria, apo këta që punojnë në bank, ekonomist, çfarë ka tjetër. Ke shumë llojshmëri, vetëm që këtu nuk ngelesh pa punë apo pa shkollë, sepse ke mundësi të bësh 1 vit shkollë, 2 vite, 3 vite dhe pastaj sa të duash. Gjermania të jep shumë mundësi për sa i përket shkollës dhe kurseve dhe nuk ngelesh asnjëherë pa një profesion. Pastaj për sa i përket pjesës tjetër ku personat kanë mbaruar shkollën e infermierisë në Shqipëri dhe duan që të vinë të bëjnë njohjen, është akoma më e thjeshtë. Në momentin që ti ke mbaruar në Shqipëri dhe ke marrë diplomën apo licencën në Shqipëri, normalisht e njëjta procedurë duhet t'i përkthesh, t'i notarizosh, t'i dërgosh për vula apostile dhe t'i sjellësh në Gjermani. Dhe në momentin që ti do të bësh njohjen, ti shkon tek një shkollë, e zgjedh vetë shkollën, shkollë kudo që të bësh praktikën në spital apo në shtëpi pleqsh apo në ambulant të Flegedins apo në psikiatri, domethënë ke shumë zgjedhje të ndryshme, mundësi të ndryshme.
zënë se do në spital. Në momentin që ti shkon atje, ata të shohin gjithë dokumentat dhe normalisht në Shqipëri bëhet më shumë teori në Universitetin e Infermierisë sa praktikë dhe mungojnë orët e praktikës. Dhe kur vjen këtu ti do bësh shumë pak orë shkollë dhe do bësh shumë praktikë. Zgjat diku te 6 muaj gjithë ky procesi, do bësh 2 muaj shkollë dhe 4 muaj praktikë që të mësohesh dhe të plotësosh ato orët. Dhe mbasi bën mësimin, teorinë dhe praktikën, pastaj ti jep një provim. Provimi që do japësh është vetëm provim me shkrim, mos gaboj, jo, nuk jepet me shkrim, jepet vetëm me gojë, provim goje dhe provim praktike, sepse kam dhe njerëz të afërm apo plus edhe kur kam punuar në spital, kam takuar goca që kam bërë njohjen këtu, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga vende të tjera. Dhe japin këtë provimin në fund që zgjat diku tek 2 ditë zgjat ai praktikës dhe 1 ditë zgjat provimi me gojë. Dhe nëse e marrin provimin, por shumica e marrin, shumë pak janë ata persona që nuk e marrin, sepse është shumë i thjeshtë, ti ke studiuar, i di ato termat, mjafton që të dish dhe gjuhën gjermane mirë, që të kuptosh për çfarë bëhet fjalë, dhe merr licencën gjermane. Dhe nga momenti që merr licencën gjermane quhesh infermier këtu në Gjermani. Dhe merr rrogën të plotë si një infermier që ka mbaruar shkollën këtu dhe si një infermier që ka mbaruar shkollën në Shqipëri. Kjo është pak më e thjeshtë, sepse siç e thash zgjat vetëm 6 muaj, ndërsa për të bërë shkollën si infermier Ausbildung zgjat 3 vjet, sepse unë kam ardhur me gjimnaz dhe normalisht më duhej që ta filloja nga fillimi. Këto ishin pak a shumë të gjitha informacionet që doja të ndaja me ju, ato pikpyetjet tuaja dhe bëra këtë video në gjeta kohën më në fund që t'ju përgjigjesha. Po mendoj mos kam harruar diçka, por këto janë ato gjërat më kryesore, siç e thash. Çdo gjë bëhet e thjeshtë, nëse ju dëshironi, keni dëshirë, mund të pyesni, të interesoheni dhe do i gjeni rrugën dhe çdo gjë do bëhet më e thjeshtë. Okej, atëherë, unë po e mbyll këtu. Nuk e di nëse keni akoma pyetje apo keni interesa, atëherë mund të më shkruani përsëri në Instagram apo këtu dhe do shihemi përsëri në videon tjetër. Faleminderit.